Tashmë është zyrtare. Tirana do të shkojë në zgjedhje për kryebashkiakun e saj në datën 9 nëntor. Vendimin e ka marrë presidenti i Republikës, i cili ka dekretuar sot zgjedhje 38 ditë paka shumë nga sot, duke ju përgjigjur një kërkesë të kryeministrit Edi Rama, i cili referoi shkarkimit që Këshilli Bashkiak i kishte bërë kryebashkiakut Tiranës Erion Veliaj. Mori fund dilema nëse presidenti duhet priste vendimin e gjykatës kushtetuese, ku është ankimuar Erion Veliaj duke konsideruar shkarkimin e tij nga Këshilli Bashkiak të paligjshëm. Presidenti ka argumentuar që shkarkimi që mund të bëjë nga presidenti mund të ankimohen gjykatën kushtetuese, kurse shkarkimi që vjen nga Këshilli Bashkiak, jo. Është e paqartë fakt sepse nuk di nëse presidenti ka të drejtë ta interpretojë kushtetutën apo duhet ta çojë për interpretim gjykatën kushtetuese. Por në këtë moment mbetet vetëm një zgjidhje që avokatët e Veliajt sërish të ankimojnë dekretin e presidentit duke tentuar një mas paraprake. Gjë që duhet jetë shumë e vështirë dhe me gjas ne do të shkojmë në zgjedhje në 9 nëntor. Pra, në një farë mënyrë është bërë fakti i kryer. Jemi 38 ditë nga zgjedhjet, opozita nuk ka ende një kandidat dhe duhet të shpejtojë menjëherë gjitha procedurat dhe gjitha aksionin e saj për të gjetur një kryebashkiak. Dhe zgjedhjet në Tiranë do të jenë një lloj testi, sepse 1/3 e popullatës së Shqipërisë do të votojë në Tiranë, si dhe në 5 qytete të tjera, të cilat për arsye nga më të ndryshmet kishin humbur kryebashkiaket e tyre. Pra, në një farë mënyrë, ende pa ushuar jona e zgjedhjeve të 15 të majit të këtij viti, do të hymë sërish në zgjedhje të paktën 1/3 në vendit. Por në këto zgjedhje zgjidhet vetëm kryebashkiaku dhe nuk zgjidhen këshillat bashkiak. Pra, janë zgjedhje kokë më kokë për kryebashkiak dhe mandati i kryebashkiakëve të zgjedhur është deri në mbarim të mandatit në vitin 2027, nuk është një mandat i plot 4 vjeçar. Kështu që Shqipëria po hyn në një farë mënyrë në zgjedhje në më shumë se 1/4, 1/3 e saj.